Disa raste specifike që vinë shpesh janë gjakderdhje nga huna, të cilat janë të parësyeshme, as një rrëzim, as një lëndim, por që nuk ndalohet. A janë raste që duhet me konsideru emergjente me ardhë drejt? Ato, me thonë drejtën, duhet me konsideru si në shtëpi shëndetit. Po. Atër ata e bojnë vlerësimin, a ka të bëjmë me një hipertension, apo ka të bëjmë me ndonjë faktor të koagulimit, apo kusht problemi. Dhe me thonë, duhet të lajmërohet fillimisht në shtëpinë e shëndetit. Se nuk është edhe shumë urgjente, emergjente, po më thoj. Ndërkohë, një tjetër grup e shoqërisë janë me dhimbje të abdomenit, që janë me asocime të ndryshme. Janë duke filluar nga guret në pjesë të ndryshme të abdomenit, zorraqore e të tjera. A janë raste që me dhimbje të tilla të abdomenit mund të vinë tek ju apo? Po, zakonisht kur është dhimbja në anën e djathtë abdomenit, ka probleme me ecje, sa e shkon ashtu, domethënë ka probleme edhe me këmbën e djathtë, ose nganjëherë është edhe dhimbja komplet e barkut, po kemi të bëjmë me apendiksin, domethënë me zorrçor. Po edhe gurt në idhës edhe gurt domethënë e veshke japin probleme sepse japin dhimbje shumë të forta të veshkeve, ndërsa te apendiksi, zorraqor. Po, te zorraqor po, mirë, po te guret në idhës ata japin edhe vjellje. Shumë herë përzihen se vinë si pasojë dhimbje epigastrike, jo kanë probleme me lok, ndërsa kur t'ja bojmë ultrazanin, atë vrehet që ka të bëjë me gurën e idhës. Po. Të paktën këta... Po, dhimbja është e madhe dhe nuk mundën, normal që nuk mundën mi stabilizu, sidomos e veshkeve tepër e madhe, dhimbja. Kështu që duhet patjetër me ardhë, se nuk mundën mi qetësu. Po, edhe duhet mos me prit shumë, se sidomos te veshkëve sa më shumë që presin, është ma rrezik pastaj... Aty problemi është terapia, sepse nuk është që ndërhyhet me njëherë ndonjë intervenim. Po të pak të njipet medikamentet që e lirojnë pjesën... Normal, plus pa u bo një ultrazon, nuk mundesh me ditë njëherë që ka ka. Aty është problemi. Masit kryet ultrazoni, atër japim terapi. Ati shumë herë ndodhe ashtu edhe te idhëse, s'ku ka, pa ju bojo, se do me thonë dojme e ditë njëherë ku është. Ose te apendiksi nuk banë, sepse im shefim simptomet, nëse japim terapi. Do me thonë i presim me ekzamimet tani. Prasaj për juve referohen në klinika tjera pacientet, në rast nevoje. Ka raste kur lëshohen direkt për juve në shtëpi? Po, ka. Raste pak më të leta që janë? Ka raste më të leta, po. Ka dhe aksidentet e leta, po. Ata nuk referohen asë një klinik, kryen komplet imazherit, kontrollat, konsultat. Po, na i krymë edhe i lirojmë, po fjalla për disa atleta. E qartë. Po, në mënyrë që mos bëhen sepse tendencën e kemi me thonë në lëshun, mos nuk në nalen, mos nuk jemi mirë. Më thonë ka raste kur lëshohet pacientet dhe nuk referohet në asë një klinik. Plus se në ndonjë tension, se nuk mundet mu stabilizu në shtëpit shëndetit, vjen të naton i stabilizohet, e lirojmë, i qesim terapi dhe lirohet të shtëpia. Ka mjaft raste, kështu që atë një lirojmë edhe na, nuk na nevojitet veç konsulta e specialistave tjerë, po më në lamive tjera. Po edhe puna e mirë që bëni qetëson pacientat edhe tensioni stabilizohet. Unë kam pasur momente me familjarët e mi, me qenë edhe me marrë shërbime dhe unë me të vërtetë e përgëzoj se cilin prej juve atë, duke filluar prej mjekëve, tek stafit dytësor, tek infermierët, tek të gjithë, bëhet një punë shumë e mirë, edhe një punë shumë e madhe me kapacitetin që është. Si kur t'ishte kapacitetin më i madh, edhe puna dhe t'ishte më e madhe. Kështu që aja ona ju i jipet në maksimum. Përpiqem ashtu. Doktoresha shumë modeste, vërndryshe.